Përçarjet mbi politika tregtare të administratës Trump u reflektuan qartë në Kongres, ku dhoma e përfaqësuesve votoi për të kundërshtuar tarifat e vendosura ndaj Kanadas, një prej partnerëve kryesor ekonomik të Shteteve të Bashkuara. Me 219 vota pro heqjes së tarifave dhe 211 kundër, rezoluta kaloi fal mbështetjes së 6 ligjvënësve republikanë, të cilët thyen arreshtimin partijak dhe votuan krah demokratëve. Nisma synon të jap fund të masave që Trump dërmori vitin e kaluar duke vendosur taksa shtesë me një gamë të gjerë produktesh kanadeze. Së fundmi presidenti kishte paralajmëruar edhe për shkallëzime të mëtejshme të luftës tregtare, duke kërcënuar me një tarif 100% për disa importe, si reagim ndaj afrimit të Otavës me Kinën në fushën e tregtisë. Pavarësisht miratimit në dhomën e përfaqësuesve, rezoluta ka pak gjasa të prodhojë efekt të menjëhershëm, pasi duhet të ndalojë edhe në Senat dhe më pas të nënshkruhet nga vetë presidenti, një skenar që konsiderohet i pamundur. Trump reagoi ashpër gjatë procesit të votimit, duke paralajmëruar se çdo republikan që del kundër tarifave do të përballet me pasoja politike në zgjedhje, derisa i cilësoi ato si garanci për sigurinë ekonomike dhe kombëtare. Debati u tensionua dhe nga përpjekja e kryetarit të dhomës Mike Johnson, aleat i presidentit, për të penguar diskutimin e çështjes në sallë, përpjekje që dështoi përballë presionit të ligjvënësve. Demokratët argumentuan se tarifat janë përdorur si mjet presioni ndaj aleatëve tradicionale dhe se ata kanë shkaktuar paqëndrueshmëri në tregjet ndërkombëtare. Votimi nxori në pa ndarjet brenda shumicës republikane dhe sinjalizoi se politika tregtare të Trump po hasin kundërshtim dhe brenda partisë së tij, ndërsa marrëdhëniet ekonomike me Kanadan mbeten në një pikë të ndjeshme për ekonominë amerikane.